Me çeljen zyrtare të sezonit turistik veror, po Gradeci është përgatitur për të mirëpritur një numër të shtuar turistësh vendas dhe të huaj. Bashkia ka ndërmarrë një sër masash për garantimin e pastërtisë dhe përmirësimin e kushteve në zonat breg liçenore, me qëllim ofrimin e një përvoje sa më cilësore për vizitorët. Entela Gusho, nënkryetare e Bashkisë së Pogradecit, tha se është punuar për pastrimin e plazheve dhe sistemimin e hapësirave publike, ndërsa strukturat vendore janë në gatishmëri për të menaxhuar çdo situatë që lidhet me fluksin e vizitorëve. Këtë sezon turistik, Bashkia si gjithmonë ka marrë masat për të realizuar një sezon turistik të suksesshëm, si nga ana e performancës të bashkisë me pastërti, plazhe, cilën si vjet do të kemi plazhe më tepër publike se vitin e kaluar, por njëkohësisht presim dhe më tepër turistë, jo vetëm vendas, por dhe tuaj. Nga ana tjetër, operatorët turistik kanë rritur standardet e shërbimit, duke reflektuar interesin në rritje të vizitorëve. Shtimi i turistëve kërkon dhe një ndërgjegjësim dhe një rritje të cilësisë të akomodimit të tyre, po pse jo dhe të kulinarisë. Pra mendoj që gjithë secili të cilët dëshiron që të ketë turist dhe pse jo dhe turizmi familjar i cili është shtuar së tepërmi këto vitet e fundit, ka treguar cilësi në akomodim, cilësi në gatim, por dhe në qetësinë e qytetit, të cilët është një nga arsyet të cilët frekuentohet aq shumë nga turistët. Pogradeci mbetet një nga destinacionet më të preferuara për pushime pranë liçenit, fal klimës së butë, bukurive natyrore dhe mikpritjes tradicionale.